Mbi 400 milion euro është buxheti që e kanë pasur në dispozicion dhomat e specializuara të Kosovës nga viti 2016 deri në qershor të 2025-s. Me gjithë këtë buxhet, gjykata speciale ka ngritur vetëm 3 akte akuza për krime lufte ndaj 6 personave dhe 3 akte akuza për pengim të drejtësisë. Sipas të dhënave zyrtare, nga 15 qershori 2016 deri më 14 qershor 2017, buxheti i dhomave të specializuara ishte 29 milion e 100 mijë euro. Nga 15 qershori 2017 deri më 14 qershor 2018, buxheti ishte 41 milion e 314 mijë euro. Nga 15 qershori 2018 deri më 14 qershor 2020, buxheti arriti në 86 milion e 250 mijë euro. Në vitin 2020, nga muaji qershor deri në qershor 2021, buxheti ishte 42 milion e 900 mijë euro. Edhe më shumë miliona patën në periudhën kohore prej qershorit 2021 deri në qershor 2023. 110 milion e 279 mijë euro është shuma totale për këto 2 vjet. 97 milion e 100 mijë euro i patën nga qershori 2023 deri në qershor të këtij viti. Në total, dhomat e specializuara të Kosovës për 9 vjet kanë pasur buxhet plot 406 milion e 943 mijë euro. Të gjitha këto fonde janë dhënë nga Bashkimi Evropian. Për dallim nga gjykata e prokuroria, mbrojtja e shkrerëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës ka pasur buxhet shumë fish më të vogël. Sipas të dhënave nga Ministria e Drejtësisë, që nga fillimi i procesit e deri në korrekt të këtij viti janë dhënë rreth 32 milion nga shteti për avokatët e të akuzuarve. Në 2 raste kur ka pasur akt akuza për krime lufte, verdikti speciales ka qenë dënues, në atë të Salim Mustafës dhe Pjetër Shalës. Ndërkaq procesi ndaj krerëve të UÇK-s, Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit ka filluar në prill 2023, 2 vjet e gjysmë pasi që u arrestuan dhe pritet që aktgjykimi të jepet në maj 2026. Gjykata speciale është përcjell me kritika të mëdha për administrimin e lëndëve dhe trajtimin e të akuzuarve. Në veçanti ndaj krerëve të UÇK-s konsiderohet se janë shkelur të drejtat e njerëzit, duke mos garantuar një proces të hapur dhe duke i mbajtur gjatë në paraburgim më shumë se 5 vjet.